Paul McCartney, kitaristi i grupit Beatles, postoi në faqen e tij zyrtare një letër drejtuar presidentit rus Vladimir Putin, duke i kërkuar që të ndërhyjë për të liruar aktivistët e Greenpeace, të cilët mbajnë në burgun e Shën Petersburgut. 28 aktivistë dhe 2 gazetarë u dyshuan dhe arrestuan për pirateri dhe huliganizëm në protestën për të bllokuar punën e një platforme ruse nafte në det të hapur në fillim të këtij viti. I dashur Vladimir shpresoi që kjo letër të gjejë mirë. Kështu hapet letra drejtuar presidentit të Rusisë Putin dhe vazhdon me shpjegimin nga McCartney se protestuesit e burgosur janë quajtur anti-rus dhe janë akuzuar se vu në rrezik punonjësit e platformës së naftës Arktik, çka sipas tij nuk është as pak e vërtet për të vetmin fakt, sepse nuk është ai qëllimi i organizatës paqësore Greenpeace. Vladimir përdor influencën tuaj për t'i liruar. Miliona njerëz në 10 vende, përfundon këngëtari, do t'ju jenë mirënjohës për këtë. Takimi i fundit midis të dyve ndodhi 10 vjet më parë, kur ish Beatlesi mbajti një koncert në sheshin e Kuq në Rusi. Ndërkohë aktivistët mbeten në burg në Shën Petersburg.